Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Dega Rajonale Kukës njofton se në vijim të modernizimit të shërbimeve, si dhe për të qenë sa më afër dhe transparent në komunikimin me biznesin, ju ofron që sot atyre mundësinë e deklarimit online të aktivitetit. Ky shërbim do i kursej kohën aq të çmuar për përfaqësuesit e biznesit, pritjet në radhë apo të çdo lloj burokracie të panevojshme. Ftojmë të gjithë subjektet të zbatojnë me korrektesë detyrimet që lindin nga ligji për inspektimin e punës, për vetë deklarimin e tyre në çdo fillim aktiviteti, si dhe të çdo ndryshimi të ndodhur në adresë, numër punëmarrësish, teknologji prodhimi apo kushte pune, duke patur mundësinë të zgjidhni mënyrën më të favorshme për ju. Mjafton të vizitoni faqen zyrtare të Inspektoriatit të Punës në internet dhe të dëgjeni të gjithë informacionin e nevojshëm për përdorimin e këtij shërbimi. Ftojmë të gjithë punonjësit që të ankimojnë dhe të denoncojnë pranë zyrave të inspektoriatit çdo rast të shkeljes së legjislacionit të punës, sikurse i bëjmë thirrje çdo përfaqësuesi të bizneseve që të denoncojnë çdo rast mungese etike, abuzimi me detyrën apo shkelje të ligjit nga ana e inspektorëve të punës në faqen tonë zyrtare në numrin e telefonit 044 500 734 apo dhe në çdo rrugë tjetër protokollare.